vetëm në sajt siguracioni pata mundësi që të trajtohem jashtë dhe të vazhdoj të trajtohem jashtë. Një sigurim shëndetësor privat ndihmon financiarisht për të përballuar me sukses sëmundje që ndryshe do të ishin të papërballueshme. Një qytetar 60 vjeçar me identitet të mbrojtur rrëfeu për Ora News përvojën e tij si përfitues i sigurimit shëndetësor privat. Po të isha pa siguracion privat të Sigali, nuk do ishte me pikpyetje nëse sot do isha gjallë apo jo, sepse nuk kisha mundësi financiare, personale për të trajtuar jashtë. Në vitin e tretë të sigurimit, pacienti u diagnostikua me një tumor shumë të rrallë. Sigurimi shëndetësor në Sigal mundëson dhe target terapinë personalizuar onkologjike, bazuar në analizën gjenetike të tumorit, një metodë fjalës së fundit. Ishte rreth 8.500–9.000 euro çdo 28 ditë, si pas skemës së re të imunoterapisë plus terapisë targetuar. Fillimisht, trajtimi ishte parashikuar të zgjaste rreth 1 vit deri në 1 vit e gjysmë. Megjithatë, duke parë ecurinë e sëmundjes dhe vlerësimit të mjekëve, u pa arsyeshme që ai të zgjatej edhe në një fazë të dytë. Sigurimi financiar është dhe garanci për qetësinë familjare. Dhe dihet e sigurt që nga ana financiare vazhdoj të jem i mbuluar nga Sigali. Në këtë kuadër dua të theksoj që duke pas parasysh rastin tim, edhe antarët e tjerë të familjes janë siguruar të Sigali. Në 5 muajt e parë të këtij viti, Sigal ka dëm shpërblyer rreth 1.5 milion euro në sigurimet shëndetësore, gjysmën e të gjitha pagesave të industrisë.